Përplasja që ndryshoi gjithçka, tensioni, fjalët dhe pasojat në një marrëdhënie të ekspozuar në një ambient ku çdo fjalë dëgjohet, çdo veprim vëzhgohet dhe çdo ndjenjë amplifikohet. Përplasjet mes individëve marrin për masa shumë më të mëdha se sa në jetën e zakonshme. Kjo ishte pikërisht ajo që ndodhi me Selinës dhe Mirit, një përballje e fortë, e mbushur me emocione të papërmbajtura, akuza të drejtpërdrejta dhe tension që kishte kohë që ishte grumbulluar nën sipërfaqe. Fillimisht, marrëdhënia mes tyre kishte një lloj afrimiteti të paqartë. Nuk ishte plotësisht e përcaktuar si një lidhje, por kishte momente që linin vend për interpretim. Bisedat e gjata, qëndrimet pranë njëri tjetrit dhe sidomos momentet e ndara në një hapësirë kaq intime si krevati, krijuan një dinamik që për disa dukej si fillimi i diçkaje më shumë. Por, pikërisht këtu filluan edhe keqkuptimet. Në kulmin e debatit, Miri nuk u përmbajt. Fjalët e tij ishin të forta dhe të drejtpërdrejta. Ai I kujtoi Selinës se ishte ajo që kishte krijuar atë afërsi, ajo që kishte dhënë sinjale dhe kishte hapur rrugën për një raport më të ngushtë. Ti ishe ajo që krijove krevatin, kishe qef me flet me mua në krevat, ishin fjalët që ranë si një goditje e fortë në mes të diskutimin. Këto deklarata nuk ishin thjesht akuza, ato ishin një mënyrë për të zhvendosur përgjegjësinë, për të treguar një version tjetër të historisë që deri atë moment nuk ishte thënë kaq hapur. Selina u gjend përballë jo vetëm Mirit, por edhe syve dhe veshëve të të gjithë banorëve të tjerë, të cilët sipas tij u vënë kundra. Kjo ndjesi izolimi dhe presioni kolektiv e bëri situatën edhe më të rëndë. Në ambiente të tilla, dinamika e grupit luan një rol të jashtëzakonshëm. Kur një individ ndjen se shumica është kundër tij, çdo fjalë merr më shumë peshë, çdo reagim bëhet më emocional dhe çdo debat shndërrohet në një betejë për dinitet. Miri e përdori këtë element në argumentin e tij, duke theksuar se nuk ishte vetëm ai që kishte një mendim të caktuar, por se I gjithë grupi kishte krijuar një perceptim të ngjashëm. Por çfarë fshihet pas kësaj përplasjeje? Në thelb, duket se kemi të bëjmë me një përzierje ndjenjash të paqartësuara, pritshmërisht të ndryshme dhe mungesë komunikimi të sinqertë që në fillim. Kur dy persona ndajnë momente intime pa I vendosur qartë kufit dhe qëllimet, është e pashmangshme që njëri të interpretojë më shumë se tjetri. Dhe kur këto interpretime dalin në sipërfaqe në mënyrë të ashpër, përplasja bëhet e pashmangshme. Fjalët e Mirit, edhe pse të forta, tregojnë një frustrim të akumuluar. Ai duket se ndjen se është keqkuptuar ose ndoshta I ekspozuar në një mënyrë që nuk e ka pritur. Nga ana tjetër, Selina përballet me një situatë ku veprimet e saj interpretohen publikisht dhe përdoren si argument kundër saj. Kjo krijon një ndjenjë padrejtësie dhe mbrojtjeje që shpesh çon në reagime edhe më emocionale. Një tjetër element I rëndësishëm është mënyra se si publiku, qoftë ai brenda apo jashtë, ndikon në intensitetin e këtyre përplasjeve. Kur njerëzit ndjen të gjykuar, ata priren të mbrojnë veten më fort, të flasin më ashpër dhe ndonjëherë të thonë gjëra që në një situatë më të qetë nuk do t'i thoshin kurrë. Kjo është ajo që e bën këtë përplasje jo vetëm një debat mes dy individësh, por një moment kulmor të një tensioni të ndërtuar gradualisht. Në fund, kjo histori nuk është thjesht për një debat apo për disa fjalë të thëna në nerva. Është një shembull I qartë se si mungesa e qartësisë, presioni I ambientit dhe ndikimi I të tjerëve mund të çojnë në shpërthime të mëdha emocionale. Është një kujtesë se marrëdhëniet, qofshin ato miqësi apo diçka më shumë, kërkojnë komunikim të hapur dhe kufi të qartë, sidomos kur jetohen në një ambient ku çdo gjë bëhet publike. Përplasja mes Selinës dhe Mirit do të mbetet si një nga ato momente ku e vërteta, perceptimi dhe emocioni u përzien në mënyrë të fortë, duke lënë pas jo vetëm fjalë të rënda, por edhe pasojat që nuk fshihen lehtë.